Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, do ndalemi tek gjeopolitika, ndjekemi insertin dhe rikthehemi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia po përgatitet të nisë një luftë të madhe kundër Evropës në vitin 2029 ose 2030. Sipas raportimeve, ka pasur thirrje të përsëritura për veprim nga zyrtarë të lartë evropian të mbrojtjes dhe inteligjencës, përfshirë dhe nga Mbretëria e Bashkuar, të cilët kanë thënë se Kremlini po komploton një tjetër pushtim toksor në kontinent dhe se antarët e NATO-s duhet të jenë të përgatitur për një skenar lufte. Duke bërë thirrje për më shumë presion mbi Rusinë, presidenti i Ukrainës tha, duke pasur parasysh situatën në fushën e betejës, nuk e shohim Rusinë që dëshiron të ndalet. Problemi është se kur shikojmë industrinë ushtarake ruse, shohim se ato po rrisin prodhimin e tyre. Sipas vlerësimit ton, ata duan të vazhdojnë këtë luftë, është shprehur Zelensky. Ne mendojmë se nëse ndikojmë fort, rusët do të kenë nevojë për një pauzë, por duhet të pranojmë se ata duan një luftë të madhe. Ata po përgatiten të jenë në gjendje të fillojnë një luftë kaq të madhe në vitin 2029 ose 2030. Në këtë periudhë në kontinentin evropian, shtoi presidenti i Ukrainës. Atë që aleatët e NATO-s kanë bërë deri më tani, sanksionimi i Rusisë dhe dërgimi më shumë armëve në Ukrainë, apo përpjekja për negociata, nuk ka bërë punën për të ndalur Vladimir Putin deri më tani, duke rezultuar në përpjekjen e Zelenskit për të përballur këtë sfidë të madhe. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje, Grizela. Zoti Bilali, do ta nisim atëherë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka paralajmëruar se Rusia po përgatitet të nisë pra një luftë të madhe kundër Europës në vitin 2029, thot ai, ose në vitin 2030. Dhe ndërkaq ka theksuar dhe rritjen e prodhimit të industrisë ushtarake ruse me synimin e Kremlinit pra për të vazhduar kështu edhe ofensivën. Pyetja është se a besoni ju se ky paralajmërim i cili vjen nga presidenti i Ukrainës tregon vërtet një kërcënim real për një luftë në vitin 2029 ose 2030 e nisur kjo nga ana e Rusisë? Po, sigurisht, do të ndalim në dy hipoteza. E para, pozicioni i Ukrainës në vijat e frontit është jashtëzakonisht fragil dhe kemi një situatë kur rusët kanë depërtime, sidomos në pjesën rrumbullaksimin asaj që quhet bazeni Donbasit i dy regioneve, Luhanski dhe Donetsku. Dhe mendoj që Pokrovski ka qenë ajo pika që ka qenë shumë e dhëmshme për ukrainasit. Mendoj që pozicionimi i tillë apo hipoteza parë që ka të bëj me gjendjen faktike në terren shtyn ndoshta Zelenskin që të përmend këtë fakt që Evropa mund të jetë rrezik nga Rusia në të ardhmen. Dhe dyta është pozicioni i tij si president i vendit. Mendoj që në këtë dy pika tenton Zelensky që të zgjojë alarm tek aleatët, të evropianët, po sigurisht edhe të amerikanët. Mirë, po mendoj që janë të informuar mirë edhe forcat e NATO-s, alianca, por sidomos Shëbat për këtë planifikim apo tezat e tilla për një konflikt apo një sulm që mund ta bëjë Rusia brenda do thot 4-5 viteve. Mendoj se është reale, faktet nuk mund të themi kur, mund të kem konflikte dhe vatra të reja të krizës. Bota pa bela nuk jetë, fatkeqësisht, nga se çdo luftë që nis qëllimin e ka tek burimet të interesi ekonomik apo influencat për pozicionim për të treguar fuqinë dhe tër atë arsenalin që mund ta ketë një fuqi, apo në rast të një konflikti të mundshëm mes shteteve të ndryshme. Dikun botë njën që janë 45 vatra të krizës, të cilat janë latente në çdo moment edhe të ketë luftime të reja. E kemi në prag edhe luftën, kërcënimet për luftë mes Venezuelës dhe Shqipëve në Karabik, në ishujt e Karajibeve. Dhe kjo do thot tregon e tëra që Zelensky këtë citat e tij më tepër ka për një mobilizim të evropianëve që të dërgojnë dhe të jenë më të fuqishëm në investimin e infrastrukturës ushtarake në Ukrainë, që dorën në zemër deri me tani ka vështirësi të mëdha, nga se kemë bëjmë me një fuqi
me një fuqi jashtëzakonisht të madhe siç është Federata Ruse. E qartë, zoti Bilali, nga ana tjetër, zyrtarë të lartë europian dhe të NATO-s kanë bërë dhe thirrje për përgatitje ndaj Rusisë, pra duke përfshirë këtu sanksione, dërgim armësh, por edhe masat e mbrojtjes kolektive. Dhe pyetja është se a mjaftojnë vërtet këto masa për të ndalur Rusinë apo duhet të ndërmerren nga ana tjetër dhe hapa më të fortë? Ka një përzierje, më thënë mikse mes masave që ndërmerr sanksioneve të Bilim duket është vala 19, mos gaboj, që përgatitet aksione për subjekte, qoftë ndërmarrje ruse, qoftë individ rus, meqense duket numri i individëve të pushtetit në Rusi, veç ka arritur atë cak të hyrë në listën e sanksioneve, por ndërmarrje të ndryshme siç është rasti i fundit edhe me ato që vepruan amerikanët me do thot dy gjigante të naftës ruse, Rosneft dhe Lukoil, të cilat me siguri kanë qenë të dhëmshme për rusët. Por mendoj që në aspektin e financimit dhe ndihmës që mund të japin Ukrainës evropianët, ka paketat, ka sfonde të ndryshme me të cilat evropianët deri me tani nga buxheti i tyre, i vendeve të tyre, apo në paket të Unionit Evropian, të vendeve të Unionit Evropian, shifrat janë jashtëzakonisht të mëdha. Por problemi është që nuk kanë arritur ende, sepse këto ndihma në ato që hynë në sfondin humanitar, pastaj financiar, për stabilitetin mbajtjen e institucioneve ukrainase dhe ato për armatim. Dhe kjo tëra bën që për vitin 2026, po që se kemi ende zhvillim të luftë dhe nuk kemi një marrëveshje paqësore, atëherë do kemi dikon 120 deri 160 miliardë nevojitet për kapacitetet ukrainase për t'i mbajtur vijat e frontit. Dhe kjo me të vërtetë është shokuese, është e dhëmshme edhe për tatimpaguesit e vendeve të Unionit Evropian, sidomos të Francës, Gjermanisë dhe edhe pse Britania nuk është në Unionin Evropian, prap hynë, mund të thëmë, në atë 4 shteteve evropiane, e cila është angazhuar direkt në financimin të rasoj makinerie luftarake në Ukrainë me mjete, por edhe me armatim. Dhe kjo mendoj që do jetë për evropianët sfida e ardhshme, e cila me siguri do jetë e kushtueshme, por pa ditur finalizimi se çfarë do jetë, nga se evropianët në tavolinën për arritjen e një arpushimi dhe marrëveshje paqësore janë, mund të them, të lënë pak në çosh nga idilla apo marrëveshja që do bëjmë, besoj që në ditët në vim, mund të them, ose në muajin në vim, në dhjetor apo në janar, mund të ketë prap tentativa për takim të ri mes Trumpit dhe Putinit. E qartë, por zoti Bilali, mendoni se i gjithë presionin ndërkombëtar, por diplomacia nga ana tjetër mund ta frenojë ambicjet e Rusisë për një luftë të madhe, sepse ne dim tashmë që edhe përpjekjet për negociata, por nga ana tjetër dhe dërgimi i armëve nuk e ka ndalur Rusinë për të vazhduar agresionin. Po, rusët kanë dy kushte që janë jashtëzakonisht të vështira. Besoj edhe ajo që ka ndodhur rreth anulimit të takimit në Budapesht të Hungarisë, ka qenë ajo që me Rubion Lavrovi ka paraqit 2 kushte për të arritur paqen në Ukrainë. Do thotë, jo në NATO dhe gjatja 4 regionet të Bashkangjitur të Federatës Ruse. Ka qenë një kërkesë strikte, e cila me të vërtetë ka qenë e rëndë që të pranohet, edhe pse akuzohet nga Putini, duket që ka një mosmarrëveshje me ministrin e jashtëm, nga sa ata paramendojnë që të ketë një pozicion ndryshim të ri, ose është lodhur nga mosha Lavrovi, ose flitet më të madhe që vajza e tij ka një kontakt jashtëzakonisht të mirë me të deleguarin e Putinit, i cili ka qëndruar para 2 javësh në SBA, Kirili Dimitrev, i cili mendohet që do jetë trashëgimtari i Lavrovit. Dhe kjo ka edhe një konflikt personal. Konsiderohet që Putin në mesin e 7 bashkëpunëtorëve të ngushtë të tij nuk e ka Lavrovin. Ka pas hezitime dhe kjo mendoj që është
është një lloj supozimi që mund të jetë edhe këto problematika. Por në pyetjen e juaj dua të kthehem të jap përgjigjen. Mendoj që diplomacia pa forcë nuk mund të arrihet. Por problemi është forca si të arrihet me një superfuqi të tillë. Do thotë nuk e bëjmë me një fuqi e cila do si do, apo një fuqi e cila mund t'ju imponohen masa dhe kushte, dhe kjo është ai problemi që që diplomacia të ketë efektin e vetë, mendoj që është vetëm një marrëveshje që mund të arrihet mes Shëbaz dhe rusëve. Kjo mund të jetë ndoshta një lloj, mund të them, ure për të arritur deri te ajo që është më së rëndësishme për jetën e njerëzve në Ukrainë, nga se po hyjmë në fazën e dimrit, sezones ku gjendja është alarmante, sidomos me furnizimin me energji elektrike. Dhe mendoj që diplomacia duhet të jetë shumë aktive, por amerikanët, ndoshta edhe Trump vetë dëshiron që të rrëmbullaksohet ai takimi me rezultate, nga se pritet që pjesa e Donjeckut të jetë, pastaj dikun është sot përmbi 80% në kontrollin e forcave ruse, të cilët do thotë janë duke depërtuar, dhe kryesisht mendoj që po që se mbyllet ky bazeni i Donbasit, mendoj që bisedimet do jenë shumë afër dhe rezultatet do të jenë rezultative, fatkeqësisht në kurriz të interesave ukrainase. E qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, vetëm një orë pas deklaratës së Zelenskit, ministri i jashtëm Ukrainës vizitoi Londrën pra për t'u takuar me homologun britanik, duke synuar këtu edhe koordinimin e përgjigjes ndaj këtyre kërcënimeve të fundit nga ana e Rusisë. Pyetja lind nëse sa efektive mund të jenë këto takime diplomatike në përgatitjen e Europës ndaj një skenari të mundshme të luftës, ashtu si paralajmëron edhe Zelenski. Tham drejtën, anglezët janë ata të cilët realisht sot mund të themi që në një farë mënyre kanë një bashkëpunim të ngushtë. Nuk them që ndoshta kontrollojnë përgjithësi Zelenskin apo General Shtabin ukrainas, mirëpo ndihma e britanikëve është jashtëzakonisht e madhe. Tradicionalisht britanikët në inteligencë janë një klasë jashtëzakonisht e rangut lartë, dhe mendoj që në terren kanë arritur që ukrainasit të kenë informacione të bollshme për t'u përgjigjur, mirë po sa kanë qenë efektive, prap mund të them që problematike. Por vizita e ministrit jashtëm ukrainas në Angli, në Britani të Madhe, realisht ka të bëj ukrainasit ka të bëj me rëndësinë e asaj që si do vijojnë në sezonën e dimrit aktivitetet luftarake dhe çka mund informacionet e anglezëve çka mund të jenë të dobishme, por në aspektin konkret në furnizim. Por si ministër i jashtëm besoj që ka domenin dhe fushën e diplomacisë dhe sa mund të ofrojnë solucione të ndryshme për të ardhur deri te një armpushim. Por mendoj që hyrja në përdorim e raketës Flamingo ukrainase është një lloj, ta quaj një lloj suksesi, sepse besoj që do jetë deri diku efikase, sepse saqet e